Partia Demokratike zhvillon në Vlorë të shtunën e 3 majit ora 20 në sheshin pranë Treracave takimin përmbyllës të fushatës elektorale, ku i pranishëm do të jetë kryetari i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha. Koalicioni Shqipëria Madhështore do të zhvillojë kështu këtë miting, i cili do të mbahet në zonën të Treracat, jo vetëm për të përmbyllur fushatën, por edhe për të prezantuar programin elektoral të Partisë Demokratike dhe Koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Gjatë një interviste të dhënë këtë të premte për televizionin 6+1 Vlora, kryetari i Partisë Demokratike të Vlorës Hysni Shara flet në lidhje me këtë takim përmbyllës të fushatës. Po, Ermal, në këtë shesh, nesër në ora 20, ne presim doktor Berishën, ashtu si ju e thatë, të zhvilloj mitingun përmbyllës të fushatës elektorale, një miting i cili pritet të jetë masiv dhe madhështor, me pjesëmarrjen e gjithë qytetarëve të Vlorës, pra në këtë shesh, këtu te sheshi Treracave, unë u bëj thirrje gjithë demokratëve, gjithë anëtarëve dhe simpatizantëve të Partisë Demokratike, të gjithë partive aleate të Aleancës për Shqipërinë Madhështore, të marrin pjesë në mënyrë masive dhe të shprehin entuziazmin që patëm edhe në mitingun hapës. Unë besoj që ky do të jetë një demonstrim force dhe do të jetë një tregues i asaj që fitoria jonë është e afërt, është e padiskutueshme dhe do të jetë një fitore për Shqipërinë Madhështore, jo thjesht me qëllimin për të sjellë në pushtet një parti politike apo një koalicion. Prandaj, i bindur në fitoren tonë, bëri thirrje edhe një herë për një pjesëmarrje sa më të madhe dhe një entuziazëm sa më të madh, sepse fitoria po troket, fitoria është afër, shqiptarët më në fund pas 12 vjetësh do të heqin qafe një regjim, i cili është regjimi më i korruptuar dhe më do të thosha kriminal që ka pasur shteti shqiptar ndonjëherë. Prandaj kjo është thirrje për gjithë bashkëqytetarët e mi të bashkohen me lëvizjen tonë, me Partinë Demokratike, me koalicionin Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Kryedemokrati i Vlorës Hysni Shara zbardhë detajet rreth këtij takimi përmbyllës të fushatës elektorale të Partisë Demokratike të shtunën ora 20 në sheshin pranë Treracave, ku i pranishëm do të jetë edhe profesor doktor Sali Berisha, lideri demokrat. Por sipas Sharës, edhe pse zyrtarisht mund të cilësohet si takimi përmbyllës, fushata do të vijojë intensivisht nga koalicioni Aleanca për Shqipërinë Madhështore, derë më derë me qytetarët deri në ditën e heshtjes zgjedhore. Shara thotë se në këtë takim përmbyllës, qytetarët, demokratët dhe opozitarët do të përshëndeten nga lideri historik i Partisë Demokratike Shqiptare Sali Berisha, i cili do të prezantojë edhe një herë programin e Partisë Demokratike dhe Koalicionit Aleanca për Shqipërinë Madhështore. Ndryshe do të jetë pjesëmarrja e jashtëzakonshme, e cila është e pritshme dhe e padiskutueshme, do të ketë fjalime të ndryshme dhe patjetër fjala kryesore do të jetë nga profesor doktor Sali Berisha, lideri dhe udhëheqësi i këtij koalicioni, ku do të shpaloset edhe një herë programi i Partisë Demokratike. Gjithsesi, dua të theksoj që kjo nuk është mbyllja në tërësi e fushatës elektorale, sepse mbetet edhe një javë tjetër ku ne të trokasim derë më derë, ku të përcjellim mesazhin ton, ku të përcjellim programin ton elektoral, i cili është programi më i mirë i hartuar ndonjëherë, me asistencën e specialistëve më të mirë nga të gjitha fushat, vendas dhe të huaj. Pra këtu çdo shtresë te programi ynë do të gjej atë mbështetjen, atë përkrajjen që i ka munguar këto 12 vitet e fundit. Kështu të shtunën në orën 20 në sheshin pranë Treracave, Partia Demokratike dhe Koalicioni Shqipëria Madhështore zhvillon takimin përmbyllës të fushatës elektorale për zgjedhjet parlamentare të 11 majit.